Sigurisht që ata din shumë mirë që aty janë të gjithë 100% shqiptarë, djemë të shkolluar, nga gjitha gjenerata, gjitha shtresat, me të gjitha kulturat, është i mozaik i madh. Edhe është e bukur se aty s'ka dhe drejtues në një farë mënyrë, qofse do ishte më keq, se fillon pastaj ndrojnë shqiptarë për pushtete siç ndodh në gjithë botën. Ne jemi të gjithë aty, frymëzojmë njëri tjetrin, dhe aty nuk ka as iranian, i përdori të gjitha, dhe ndërkohë është i humbur, është i dorëzuar dhe përdor të Taulantin. Po, është e vërtet. Unë nuk e kisha ndjekur Taulant tani, e ndjek tani dhe them deri ku arrin idiotësia politike. Dhe po e them kështu troç. Sepse në rast ky më duket një person i kurdisur. Këtë mund ta them. Po idiotësi politike, politike po i shtoj shoqërore dhe njerëzore. Po ja shtoj dhe këto të tjerat, sepse ndoshta merr dhe mua në vend nesër aty, sepse s'po lën individ pa vendosur në rrjetet e tyre sociale. Ora ai individ është kriminal, arrestoje më. Arrestoje më, futem burg, mos ma le mua aty. Është iranian, arrestoje më, mos ma le mua aty. Këta po përpiqen të japin një fytyrë protestës. Dhe çfarë zgjedhin? Baltosin, marrin, gjejnë, zhgroposin individ të cilët nuk janë fytyra e protestës. Fytyra e protestës jemi të gjithë ne bashkë. Fytyra e protestës është ajo që ka nisur marshimin në rrugët e Tiranës. Janë të gjithë njerëzit, janë hallet e njerëzve të quara në shesh në Tiranë. Nuk ka një fytyrë, nuk ka një njeri, këtë marrin e të bëjnë çfarë të duan. Madje, kryeministri i Shqipërisë futet dhe në bisedat WhatsApp që bëjnë një grup miqsh me njëri tjetrin, një bisedë miqve të mi, sot është gjendur që jam dhe unë aty. Është gjendur për atë grupin 512 që e ka hapur zoti Lubonja. Jo, ishte tjetër, është një tjetër. Nuk merret vesh se në cilin grup e ka në fakt. Vendos grupet WhatsApp në Facebook. Po, është normale, njerëzit me perda aty, me filtra, dhe fillon në thotë, ky ka bërë këto. Këta njerëz... Në një agentur me WhatsApp. Tash këta kanë deshifruar SkyECC, gjëra që i kanë bërë vetë, këta. Këta njerëz që janë në protest, mua nuk më kanë vjedhur kurrë. Spaku jon asnjë gjë, çka ka marrë të gatshme ka deshifruar, sot u deshifrua dhe grupi i Rumit të Shijakut, janë sekuestruar një 600.000 metra tokë nga Durrësi, me kadastrën e Durrësit dhe falsifikimet e shumta që janë bërë. Kjo tregon që propaganda, Profesor, ju me cilin grup jeni? PR-i, unë jam me shumë grup. Serb me kë? Por ajo e Albanian Files është thelbësore. Megjithatë, ajo që po ndodh është po shembet kështjella e fundit e imazhit të mirë ndërtuar, e monopolit, mi imazhin e Shqipërisë, mi imazhin e pushtetit e tjerë. Dhe në këtë proces shembjet kanë mrit në një pik paniku që çdo gjë që thojnë e shumë fishon dëmin ndaj tyre. Pra më të fituar janë nëse nuk